edhe askush i pagun pishtit ato. Megjithse ato xhallar dhe xhamat tyre janë taksa pagus. Edhe realisht nëse flasim me këtë gjuhën e këtyre njerëzve, ne themi jo që ata të kenë kerra dhe t'u jep xhamati, por rrogat majme edhe kerra do t'u jep shteti. Faktikisht kiçka e akuzon ose blerimi i cili thekë hoxhës Fadil, apo keni xhipa di me nënçmim, ti duhet me të pita ky xhipe se ti merr parë për shtetin në fakultet. Po, realisht taksa paguese, ti merr parë, hoxha nuk merr parë. Buxheti i shtetit, i cili buxhet deri edhe në Universitetin Shtetënor të Prishtinës, në universitete tjera shtetënore, dhe do thot ata që marrin parë nga buxheti, ata kanë përgjegjësi për të dhënë do thot sqarim për harxhimet e veta. Kurse njerëzit që furnizohen nga buxhete private, nuk kanë obligim, domethënë për më dhon kërkujt përgjigje se si ai e harxhon rrogën e vet, pagën e vet, dhuratën e vet. Allahu ma mundsoft të xhallarëve këtë kanë xhipe e kere më të mirë ndaj apel këtë xhamatit musliman Kosovë, Shqipëri, diaspor, bleuni xhallarëve këtë kanë një vetur të mirë, vetëm këto islamofobat që plasin kur i shohin xhallarët me xhipa, në të plasin anë